si të pastrojmë dhomën e gjumit, por nga ana tjetër mos e mbushim me këto kimikatet që vijnë nga detergjenti. Në fakt tani pothuajse 90% e produkteve nuk janë kimikate, sepse duke qenë që janë brenda sistemit HACCP, është një sistem i cili lejon të gjitha produktet dhe nuk janë të dëmshme për shëndetin tonë, këto produkte mund të përdoren lehtësisht. Mjafton që të përdoret në normën e duhur. Kështu që në momentin që ne duam të pastrojmë dhomën e gjumit, ashtu si kundër të gjithë dim, krevati në mëngjes nuk duhet që të sistemohet sapo ne jemi zgjuar nga gjumi. Që do të thotë, nëse ne do dalim në orën 7:30 nga shtëpia, në orën 7 deri në 7:30 do ta lëmi çik organin të ngritur sipër që dhe mirë do ishte dritare, derë, balkoni çfarë të liej hap të paktën gjysore mëngjes që të ajrose. Edhe sikur të jetë ftohtë, edhe sikur të jetë diell, nuk është se do ndodhte ndonjë hata e madhe, që të ajrosi. Pastaj do sistemohet krevati dhe në moment që të sistemohet, këto mund të them që do të kesh çik kohë të merresh me këto, sepse nuk pastron të dhomën e gjumit për 30 minuta që ne do bëjmë në mëngjes. Kështu që këto këshillat e mia më shumë për anvisat të cilat janë në shtëpi. Sigurisht, patjetër. Kështu që pastaj në momentin që ti ke sistemuar, do marrësh një me fshes korrenti, pa diskutim. Fshesa e korrentit mendoj që është një must. Shpëtim është një unë personalisht sugjeroj shumë edhe robotët tani në kushte që jemi ne që dalim punojmë dhe nuk kemi njerëz ndoshta në shtëpi. Edhe ata janë një must edhe për të larë dhe për të fshirë, të cilët nuk është se ka një kosto shumë të lartë, por që neve që jemi gjithkohës në për të zënë, domethënë jashtë shtëpisë, mendoj që e sistemojnë atë pjesën e plurave.